ka një arsye, sepse për të prodhuar energjinë elektrike që futet në këto bateritë e këtyre makinave, atëre digjet një lëndë fosile diku, gazi apo qymyri apo nafta përgjithsisht e Bashkuara që nga vitet 50 nuk përdorin naftën e pastër drejt për drejt në centralet termocentralet po përdorin gazin. Natyrisht elementi i energjisë është pjesë e mirë e çmimeve dhe të produkteve. Ulja e çmimit të energjisë, ulja e çmimit të transportit, ulja e çmimit të produkteve, apo jo? Po patjetër. Në qoftë i mbajmë çdo gjë, si themi ne ekonomistë kemi një shprehje në latinisht është ceteris paribus, edhe në shqip mund ta themi çdo gjë tjetër nuk ndryshon dhe kemi thjesht çmimin më të ulët të naftës ose të energjisë në përgjithësi, patjetër që është gjë e mirë. Energjia pa energji, madje ju mund të shikoni nivelin ekonomik të çdo vendi në bazë të energjisë që ata harxojnë në atë vend. Mjafton kaq, nuk ka nevojë të matim prodhimin e brendshëm bruto, mund të shikosh dhe mund të jetë një matës shumë i mirë i gjendjes ekonomike të tyre. Pra energjia patjetër duhet në tëra aspektet, që nga ngroja e shtëpisë që kemi apo ftoja e shtëpisë, në lëvizja që bëjmë, lëvizja e mallrave, çdo gjë është me energji. Edhe parë në këtë kontekst patjetër që është shumë e rëndësishme pjesë ekonomisë, ulja e çmimit të energjisë është një gjë pozitive, duke mbajtur gjërat e tjera si thua në një farë ekuilibri, sepse nuk është jo domosdoshmërisht varet për çfarë arsye ulet, e kupton, sepse ka raste mund të ulet, le të themi, sepse ekonomia nuk është mirë. Nëse ekonomia nuk është mirë dhe ajo bie, nuk është se është fakti që ra që është e keq, por arsyeja pse ra është i keqe, sepse ne nuk po blejmë, e kupton, ne kanë kërkesa. Duke u kthyer edhe një herë affordability, pra aftësisë blerëse, mundësisë për të përballuar nevojat e përditshme. Kështu pak a shumë përkthehet termi. Një nga elementet që ne kemi përmendur një herë është vazhdimi i mbajtjes së çmimeve të larta të mishit të gjellit. Nuk ndodh kjo as me mishin e pulës, as me mishin e derrit, por ndodh me mishin e gjellit. Edhe u fol dhe për importe nga Argentina apo vendet tjera të Amerikës Latine, por ende shohim çmim shumë të lartë. Që ka ndodhur baktive brenda 2-3 viteve, duhet të jetë i njëjti nivel, them unë. Të them të drejtën, nuk është se kam patur mundësi të lexoj shumë rreth kësaj, dhe është gjëra specifike që i përkasin atij tregu dhe nuk di të them. Është e vërtetë që çmimet i kam parë dhe vetë pak a shumë, sepse normal jemi gjithë konsumatorë dhe kemi vënë madje në fundit që isha në supermarket vëra re që një mish i grirë që blej, domethënë ishte pak më i shtrenjtë se çfarë kam bler më parë. Dhe çmimet në përgjithësi duket që janë goxha më të larta se çfarë kanë qenë. Por nuk di të them eksaktësisht çfarë ka ndikuar, duhet të jetë diçka specifike, pak a shumë mund të themi si puna e saj të çmimit të vezëve. Po. Që ishte për arsye të pulave, vinte numri pulave, ishte vezë, mund të jetë diçka e ngjashme deri diku. Ajo që kam parë është që mbarshtimi i gjellit nuk është një gjë e thjeshtë në mënyra si bëhet, është diçka që nuk vjen shumë lehtë shtimi, domethënë. Rritja e numrit. Nuk është diçka që mund të bëhet shumë lehtë. Nuk mund të rritësh një ka apo një lop, në atë kohë sa rrit një pulë apo shumë. Po, ajo është, por edhe rritja e numrit të tyre nuk është aq e thjeshtë. Më kupton, sepse normale që për shembull pulat është më shumë më lehtë, sepse pulat ne mund t'i marrim vezët e i futim nëpër inkubator. Njëjtën gjë nuk mund ta bëjmë dot me gjedhin apo jo. Duhet kemi një grup të caktuar gjë që është përcaktuar për atë punë, që ka cilësitë e caktuara dhe me radhë, sepse nuk marr vesh nga këto anë me detaje, domethënë si them. Kështu që janë gjëra specifike të tregut. Ajo që do të thoja unë është që kemi thënë më përpara që ka rëndësi për publikun do të kuptojnë është që me aq sa ne kemi mundësi, do të kemi një farë ndikimi sa do të vogël, sepse nuk kemi ndonjë ndikim të madh individualisht, po ka shumë rregulla në këtë drejtim, në procesimin e mishit e me të tjera. Për shembull, ju e keni shumë të vështirë, ose jo, nuk është e kemi ne të vështirë. Ata që prodhojnë mishin e kanë shumë të vështirë për ta shitur në supermarkete direkt, po mos shkuan në dikush tjetër që e proceson këtë mish, që është i certifikuar nga shteti. Këto kërkojnë standarde shumë të vështira, ka shumë
gjëra që e kanë përqendruar për punimin e mishit, jo prodhimin, por për punimin e mishit në pak duar 4-5 kompani kontrollojnë një përqindje shumë të madhe të përpunimit dhe kjo ndikon deri diku. E kemi përmendur më parë, është një kongresmen nga Kentucky që kërkon të kalojë një ligj që quhet Prime Act, me sa kuptoj unë, të paktën ajo kryesorja e këtij ligji është që ti lejoj fermerët të shesin më lirshëm çmimin të mishin e kuq. Problemi është që askush në Kongres nuk e voton, sepse kemi një problem të vogël atë të korrupsionit shqiptar këtu në Amerikë kemi në mënyrën e bukur të lobimit. Lobimi është një farë korrupsioni i ligjsuar. Për mua është një farë korrupsioni, patjetër. Do të dalesh tek një aspekt tjetër që ka të bëjë dhe me një veprim të bërë direkt nga zoti Trump, në lidhje me ai pretendon se ka mundur në biseda me kompanitë farmaceutike të barazojë çmimin apo të ulë në mënyrë drastike çmimet e ilaçeve që blihen në Shtetet e Bashkuara nga ato që blihen në Europë apo në vende të tjera duke bërë marrëveshje me kompanitë e prodhimit të ilaçeve, madje ai kohët e fundit lançoi dhe një website Trump RX, në cilin si ashtu siç janë ato kartat RX, ti mund të shkosh aty dhe të shohësh për shembull insulinat ose po diçka tjetër, ilaçet për rënje peshe që kanë çmim të reduktuar. A shihni ju se është rrugë drejt kjo, a mund të çojë kjo në uljen e shpenzimeve të popullatës për medikamentet mjekësore që çuditërisht prodhohen ose janë prodhuar, kanë patenta amerikane, shiten në Angli për shembull i njëjti ilaç shumë më lirë, 10 herë më lirë se sa në Shtetet e Bashkuara. Ose në Shqipëri, i njëjti ilaç, një statinë e zakonshme që merret për të mbrojtur nga sëmundjet e ndryshme të zemrës për rollimin e gjakut, është 10 herë më e lirë se sa në Shtetet e Bashkuara. Është kjo rruga që duhet vepruar? Shiko, administrata që në presidenti Trump është patjetër ka patur një synimet e saj për të përmirësuar kostot të sistemit të mjekësisë, sistemit shëndetësor në Shtetet e Bashkuara, kostot të cilat kanë dalë në një farë mënyrë po dalin jashtë kontrollit, qoftë për sa i përket barnave, qoftë për sa i përket shërbimeve të ndryshme që ne marrim. Kemi parasysh shumë pata një problem të një helmim ushqimor të themi në fund të qershorit që kaloi, dhe isha rreth 4-5 orë në urgjencë, kostoja ishte rreth $3,500 për 4-5 orë. Pa ushtruar apo ishte për gjithë familjen? Në urgjencë, po në urgjencë isha rreth 4-5 orë, nuk besoj se shkoi pak a shumë, një gjë e tillë. Por u bën disa teste, disa gjëra, megjithatë ka $3,500 të cilat duhet i paguaja unë. Paguaj dhe njëkohësisht paguaj dhe sigurimi. Këta po ja u sjell si një shembull sepse jam i bindur shumë që një pjesë e madhe atyre që na shkojnë, shpresoj që jo, por të gjithë na ndodh diçka e tillë, kanë kaluar në për këto situata dhe edhe unë kam fatin që kam sigurim, por ata që kanë sigurime është akoma më vështirë edhe pse varet nga situata. Që do të thotë që situata shëndetësore nga ana e kostove është shumë e shqetësuese në Shtetet e Bashkuara. Problemi është cila është zgjidhja dhe zgjidhja këto që ka ofruar presidenti Trump patjetër që do të ndihmojnë deri diku, nuk e di sa do të jetë e mjaftueshme. Për shembull, Trump RX mua nuk më ndihmon. Ju nëse keni një sigurim nuk ju ndihmon, sepse gjithsesi edhe po të keni atë kuponin, shpeshherë do të jetë më lirë ta blesh me sigurimin sesa me kuponin. Ajo do të ndihmoj ata në përgjithësi të paktën me çfarë kam dëgjuar nga ekspertët, se patjetër unë nuk kam ndonjë ekspertizë në këtë drejtim. Thonë që nuk e se do të ndihmoj shumë ata që kanë sigurinë, do të ndihmoj ata të tjerë. Normale kjo është një ndihmë, është gjë e mirë, patjetër është gjë pozitive, nuk ka asgjë të keqe. Dhe ajo që ka bërë që po mundohet të barazojë të rriti çmimet në Europë në mënyrë që kompanitë tona të marrin një pjesë fitimin nga Europa dhe mos kërkojnë ta marrin tarfitimin këtu në ne, sepse duhet kemi parasysh edhe për këto kompanitë e barnave nuk është aq e thjeshtë, sepse po ti shikojmë bëjnë fitime të mëdha, por nuk është aq e thjeshtë të themi t'ja marrin tarfitimin për shembull, sepse nëse ja merr fitimin ku do t'i gjesh barnat e reja që do të dalin.
Po kjo është argumenti që luhen se ne kemi harxuar shumë për shpikjen e këtij medikamenti, për kërkimin shkencor, edhe duhet të marrim fitimin e kësaj. Po një rrugë është ajo tash të jetë më lirë në Kanada sa kaloi urën këtu nga Michigani, edhe madje unë di që një farë kohë dikush shkonte merrte ilaçet në Kanada, kalonte urën në Windsor dhe merrte ilaçet, i kapte me gjysmë çmimi ose më shumë se sa tu, megjithëse kishte inshurencën e përdorte edhe aty. Po, shiko, ajo që ndodh është e vërtetë që kompanitë argjojnë shumë për të prodhuar këto barna. Ka teknikalitete të cilat ne nuk mundem, po mund të themi ka mënyra edhe manipulimit të kësaj situate. Keni parasysh Martin Shkrelin dhe ata që kanë interes mund ta shikojnë çfarë bëri ai, dhe është një situatë ngatruar nga njerëz, sepse ajo që ndodh është kjo. Kompanitë kur investojnë për të dalë me një barn të ri, argjojnë mesatarisht, të paktën libri i ekonomisë që përdorun thot $1 miliard. Mesatarisht. Që nga momenti që fillon ti ke një ide deri në momentin që ke të aprovuar nga FDA, nga Food and Drug Administration. Që do të thotë ka kosto shumë fikse. Në momentin që ti e ke krijuar, ajo për të prodhuar, le të themi 10 hapje të reja, të tjera, nuk kushton shumë. Kostoja, ajo që ne quajmë kosta marginale, kostoja e shtesë është shumë e vogël. Ajo mund t'i kushtojë aty $5 e shumta, ose edhe $2. E kupton? Kështu që në qoftë ai në Kanada e shet me 30, nuk i prish prap fitim ka. Këtu tek ne i lejohet, sepse atje nuk i lejohet, këtu tek ne i lejohet ta shesin më shumë dhe e shet më shumë, sepse po mundohet të rikuperojë atë 1 miliard që investojnë në fillim, kurse Kanada nuk ja lejon. Por aty gjithsesi ja vlen ta shesin në Kanada, sepse aty ka kushtuar 5, po e shet për 30 dhe ka fitim. Këtu tek ne e shet 300. Sepse këtu i lejohet ta shes 300 dhe po mundohet të rikuperojë ato. Heqja komplet e mbrojtjes, sepse ajo që kemi bërë ne, kemi bërë një mbrojtje këtij. Këto kompani kanë një mbrojtje 15-20 vjeçare, askush tjetër nuk mund ta prodhojë atë barë. Po atëre ulja e kësaj, pra ilaçet që i merr me zbritje çmimi që nuk janë të patentuara njësoj si ato që janë të përgjithshme, domethënë që bën nga kompani të ndryshme. Po, generic që i themi generic. Po, se edhe unë nuk më vjen në shqip. Po, shiko, ulja është delikate apo jo, sepse çfarë ndodh? Ne mund t'ja ulim, por në qoftë se këta kompanitë e dinë që do të kenë më pak fitime edhe shtyrja atyre për të dalë me një barn të re është me ulët, apo jo, se fitimi çfarë bën fitimi? Fitimi është një shtys për ne që të prodhojmë, të sjellim publiku diçka që do na sjellë fitim ne. Por në qoftë se ja ulim mundësi për të fituar, edhe ata do ta kenë më pak, kështu që balanca është shumë delikate. Balanca e kësaj situate është shumë delikate, nuk është aq e thjeshtë sa të themi, le t'i heqim nga 20 vjet tash 10 vjet. Në momentin që ti e bën 10 vjet, do përfitojmë për momentin ne, për barnat që ekzistojnë, por në këtë njëjtën mënyrë mund të mos na kemi barna më të mira më vonë. Kështu që nuk është aq zgjedhje e thjeshtë. Presidenti Trump po përpiqet, por nuk besoj që po godet aty ku duhet. Goditja e madhe që duhet vi tek ne është aty ku është pothuaj e pamundur politikisht për të bërë, është me sa të ka bëjë me mënyrën se si funksionojnë sigurimet shëndetësore, por është një çështje komplekse. Ai ka përmendur këtë shembull, por nuk e ka realizuar deri tani, që dhënien e parave direkt të pacientit në vend të dhënies së parave subvencionimit të kompanive të sigurimeve. Kjo ka të bëjë, por ka qenë në kontekstin e prapë blerjes të sigurimit kanë qenë në kontekstin Obamacare prap nuk është se e reformon as sa duhet. Ai problemi që po thoja unë, ndoshta do mundohem ta them shkurt, ka të bëjë me faktin që unë dhe ju edhe për të bërë le ta themi në kuptimin e sigurimit të makinës. Që është sigurimi shëndetësor funksionon në njëjtën mënyrë që në qoftë se kishim një makinë siguruar ne, do na paguante edhe ndrimin e vajit, edhe ndrimin e filtrit. Gjëra që janë të pakuptimta, nuk mund të kesh siguracion për makinën për ndrimin e vajit, sepse unë po ta kem për atë punë, e ndroj çdo 2-3 muaj. Sepse një pjesë të kostos, dhe çfarë ndodh kur ndodh kjo, njerëzit e përdorin më shumë se ç'duhet. Njerëzit e përdorin më shumë se ç'duhet, atë kostot kompanive të sigurimit ju rritet kostoja. Ju rritet kostoja ku do t'i mbledhin lekët tek ne, na rritin çmimin. Dhe edhe kanë arritur domethënë sigurimet ata që i paguajnë vetë e din, puna për mos hyrë në detaje, puna pagon një pjesë më të madhe, në fundit ne vetë i paguajmë ato, por të paktën nuk del direkt nga rroga ime dhe nuk duket, por është goxha shtrenjtë, është shumë shtrenjtë sigurimi, shumë. Sigurimi shëndetësor, patjetër, por edhe sigurimet e automjeteve u rritën dhe nuk po ulen, nuk po bien më.
U rritën në Patjetër, po kjo ka të bëjë me faktin sepse u rritën çmimet e makinave. Klajdi, të falemderit për këtë intervistë, si gjithmonë, për mënyrën se si trajtoni thjeshtësisht argumentet të rëndësishme ekonomike, por të thëna thjesht për teleshikuesit për të kuptuar nga kushdo se që janë tendencat, se që janë orientimet ekonomike, se ku shkojnë çmimet, se si preket xhepi i tyre. Edhe njerë të falemderit për këtë intervistë dhe do të takojmë sërish edhe herë të tjera për ndonjë argument të veçantë ekonomik, sidomos ne jemi të interesuar atë affordability, se të gjithë shkojmë tek i njëjti vend në një dyqan për të bler ushqimet tona. Miru takofshim në emisionet tjera. Faleminderit, miru takofshim. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund emisionit ton Argument me të ftuarin ton për sot, profesorin e South Bend University në Indiana, Klajdi Bregu. Folëm për zhvillimet më të fundit ekonomike, tendencat dhe arritjet dhe mangësit. Miru takofshim në emisionet tjera.